Sepse është në aspektin religios quhet një farë lloj fetvaja, një farë lloj vendimi i aspektit fetar islam që nuk lejohet prodhimi i shkatrimit të armëve në masë. Hamneja ka thënë këtë më herët, por që se Hamnej ka dhënë një deklaratë kërcënuese edhe për Shqipërinë. Kjo jo tash, më herët ka qenë. Për vendosjen e grupit të mujahedinëve në atje afër Durrësit të Starve. Dhe edhe sot në një kanal televizion pyetur a është rrezik Shqipëria shënjestrohet. Nuk e besoj, por nuk është edhe pamundshme. Se perimetri i tyre i goditjeve atyre 6 radhëve të potencialit raketor iranian ka supozime mund të përrin deri te Austria. Por unë besoj që hallet dikun tjetër Irani në këtë rast është për të mirën e tij që të pranoj edhe reduktimin në nul. Por tash kemi hyrë në një situatë kur qëndrimi bëhet edhe qëndrimi, sepse Rusia ka ose Putini në konferencën për shtyp ka deklaruar që Irani nuk ka qenë i gatshëm të pranojë ndihmën ushtarake kur ka bërë marrëveshje për partneritet strategjik. Por Rusia nuk e ka dërguar as blerjen e Suhove 35. Mendoj këtu ka qenë ajo që ka shantazhuar Putini, por ato raportet Iran-Rusi ka të bëjnë që Rusia është e interesuar që edhe regjimi i tillë të qëndrojë në Iran. Të qëndrojë, nga se nuk dëshiron të përsëritë Sirinë me Iranin. Irani është një vend 1.6 milion kilometra katror me 88 milion banor. Nuk është do si do, është vend që mund të them drejtën është vështirë të koketohet për të bërë ndryshime të mëdha. Po në rast do të kemi një përshkallëzim të luftës në lidhjen e mesme, cilat nga shtetet muslimane dhe jo muslimane mendoni ju se do të pozicionohet krah Iranit? Dua të kujtoj këtu dhe raportimet që thonë se Pakistani mund ta godiste Izraelin me armë bërthamore për ta mbrojtur Iranin. Është e deklarata më duket të shefit të shtatëmëdhërisë pakistaneze Amir Munir, i cili ka deklaruar që në ditën e parë, po se gaboj, që Irani po që se implikohet do një vendi të tretë, do ndihmoj Iranin, po që se goditet në aspektin atomar, atëherë susta Pakistanit do godes Izraelin. Susta atomare, kuptohet. Dhe kjo, hajde mos të them një aleancë fetare paraqet, por mendoj që te Pakistani më duket që janë njerëz që kanë një kredo, një krenari, sidomos pas luftës për në Hindukush për Kashmirin, atyre 3 pjesëve Kashmir Gjumë, pastaj asaj Balistan, që në Pakistan dhe Sade, dhe pjesa e 4 e asaj që kontrollohet nga kinezët 28.000 kilometra katror. Por mendoj që ajo fitore e tillë ka ngritur sepse e mundi din, më them, në luftën 5 me ndihmën e teknologjisë kineze, aviacion me jet 10C dhe 17. Por edhe korali turk. Mos ta vitë turqët në elektronikë janë bukur të fortë. Kanë arritur që të krijojnë më të them atë sistemin për të çorruar aeroplanet e teknologjisë së fundit. Do vjen gjenerata 6, gjeneratën e 5 deri këtu kanë rritur. Ka shënime shumë të sakta dhe të freskëta që turqët me koralin e tyre mund të sjellin probleme. Turqia pozicionimin e saj mund të them e donon fuqishëm sulmin e Izraelit, mirë po nuk është ajo që do jenë luftë për Iranin, edhe pse ka interesa, ka qenë përfituesi më i madh në këtë kohë të sanksioneve ndaj Iranit, që ka bërë, do thotë, me rezultate të ndryshme qoftë sidomos të botës perëndimore, dhe ka arritur që me depërtimin e naftës të arrijë të krijojë resurse dhe të ketë një shkëmbim dhe përfitime, edhe me çmim të lirë, por edhe pastaj për tranzit. Kapacitetet turke, meqense ka qenë, më të them, një deklarate Devlet Bahçeli, liderit të MHP-s,
plakut e politikës turke, i cili është në bashkëqeverisje me partajin e Turqisë ose me Erdoganin, partinë e tij, që thotë kush do jenë në rend. Dhe supozon që Turqia do të jetë pika e arshme konfliktit mes Izraelit dhe Turqisë. Do thotë që ose edhe Pakistani në këtë rast, por mendoj që Turqia nuk intervenon ushtarakisht, vetëm po që se preken interesat e saj të drejtë për drejta. Ka qenë një paralajmërim që ka Izraeli, avionet e tyre kanë shkelur hapësirën, ajo është demantuar nga të dy palët. Izraeli nuk prek Turqinë, është edhe klasë tjetër, edhe më fërku me Turqinë nuk është edhe bashkëlet, thëmë drejtën. Por për momentin Turqia arru një strategji të zhvillimit të industrisë së saj të mbrojtjes që është, mund të thëmë, në hapa jashtëzakonisht të shpejtë, dhe asaj që pret momentet. Momentalisht, pastaj pjesa tjetër që përbëjnë vendet e Golfit dhe Arabia Saudite janë partneri numër 1 dhe dëstumat të Trumpit, nuk e dia dëstumat të Netanjahut, por ose Egjipti nuk është të pritet nga ata që do jenë ata që do i dalin në ndihmë. Deklaratat e tyre publike janë, dënojnë agresorin, dënojnë këtë, dënojnë atë, por mund të them në një farë mënyrë Arabia Saudite ka dëshirë dobësimin e Iranit, sepse është primat për forcë dhe sipas tyre ata nuk e shohin me sy të mirë ngritjen e Iranit, forcimin e Iranit. Mirë po, është një luftë, mund të them, që bëhet edhe në aspektin e përbrendshëm ideologjik në botkuptimin islam, por edhe në primatin e forcës dhe kontrollimin e resurseve. Sepse po që se kemi, mund të them, një ndryshim në aspektin e përgjithshëm, ose të marrjes kajet të luftës që mund të përfshijë edhe shtetet e tjera të regionit, atëherë edhe për këto vende ose tri fuqit që përmenda, Turqinë, Arabinë Saudite dhe Iranin, nuk do të ishte ndoshta shumë e përshtatshme. Sipas jush, cili është çelësi i përfundimit të këtij konflikti? Mendoni se ka ndonjë gjë që mund ta përfundojë komplet konfliktin pa u përshkallëzuar? Mendoj që është e para programi iranian në bisedime, i cili ndoshta mund të ketë, por do jetë me kushte. Nga se po që se për Irani duhet të thëmë kështu, nuk është mendimi imi, ajo është çështje që kërkojnë këtë rast amerikanët, me disponimin e Izraelit, që ky program do thotë të përdoret vetëm për programe dhe qëllime që kanë të bëjnë për medicinë, për energji, për furnizim energji elektrike. Bile Rusia ka nënshku kontratë me marrëveshje me Iranin për ndërtimin edhe të 7 apo 8 centraleve për qëllime pasore. Bushera nuk goditet në pjesën, mund të them, ku ka 200 inxhinier dhe ekspert rus. Putini dje deklaroi që ka marrëveshje dhe komunikim me Izraelin që mos goditet ky central. Iran do thotë, ndonjëherë njeriu mendon që ka kalkulime të tilla që mund të jetë luftë me precizitetin e marrëveshjes, ta quaj kështu, ose asaj që deri ku mund shkohet dhe deri ku jo, do disa vija të tilla. A ka shpresë? Mendoj që e para është programi, marrëveshja, kombinimin asaj peshës, mund të them, të bisedimeve. Por problemi është të dy fuqit, mund të them, të regionit, Izraeli dhe Irani, kush do jetë fituesi kësaj lufte. Dhe rezultati pastaj mund të nxirret që të dy palët paraqesen si sukses, si fitore, meqense mendoj që edhe Izraeli ka humbur kapacitetet e veta, është në limit, sidomos në aspektin e municioneve, pastaj të tërë teknologjisë që nënkupton në mbajtjen, pastaj organizimin dhe fillimin e marshutave, duket F-35 që ka një pauzë shtatë pas aksioneve, dikur mos gaboj 72 orë. Të gjitha këto komplikojnë situatën, nga se Izraeli është një vend i vogël, është një vend dikun sa Shqipëria me 14 milion banor, dëtësi më të madhe, do thotë, për shkak të mund të them të asaj që paraqet natyrën historike të 3 religioneve feve abrahamike, dikun 8 milion ebrej dhe 7 milion arab. Do thotë është një vend që
i vogël ta quaj kështu, por kuptohet që ka ndihmën edhe për kujdesin e fuqisë më të madhe botërore. Meqense po them fuqisë më të madhe botërore, nga sa rendi i ri botror nën kupton krijimin e asaj shumë polaritetit, i cili edhe në këtë luftë po sfidohet, më fal shpreh, po testohet. Dhe kjo do të ishte është ndoshta momentumi që ka shans, po që se arrihet ajo marrëveshja e tre akterëve të influencës botërore. Këta tre aktorë do ta ndojnë zonat e influencës botë, amerikanë, kinezë dhe rusë. Dhe këta mund të vinë në përfundim që kjo luftë është në interes të tyre dhe të paqes që të ndalet. Shkop magjik tjetër është problem të bie, ose ai që arrin që ta ndërmoj kundërshtarin dhe të dorëzohet pa kushte. Është e dhimbshme për gjithë, qoftë banorët në Izrael, qoftë në Iran, për qytetarë, për civil, që goditjet e të ardhmes, po që eskalon situata, do të jenë të dhimbshme edhe për Tel Avivin edhe për Tehranin. Qartë, zoti Biladhi, unë ju falenderoj shumë për përgjigjet tuaja të theduara dhe për këtë analizë që ndriçon më shumë këtë konflikt. Është një asnjë që faleminderit. Faleminderit juve.